Gjirokastra dhe rrethinat po mirëpresin një numër në rritje të turistëve në këtë sezon pranvere. Shqetësim për bizneset vazhdon të ngelet mungesa e fuqisë punëtore, ku në disa raste bizneset po punojnë me pjesëtar të familjeve të tyre, apo edhe me punëtor të mbritur nga jashtë vendit. Në ardhjen e pranverës shikojmë dhe një rritje të numrit vizitorëve që është normale, por këtë vit me çfarë po vërejmë dhe nga rezervimet që janë akoma të pakta apo që janë në rritje, kemi një rritje të cilësisë së turistëve që vinë dhe kjo dallohet në aktivitetet që blejnë aktivitete më cilësore dhe më të mirë, dhe kjo besoj se ndodhet si shkak i rritjes së infrastrukturës akomoduese këtu, i rritjes së cilësisë jo vetëm të infrastrukturës akomoduese, po edhe të shërbimeve. Situata e fuqisë punëtore në qytetin e Gjirokastrës është e dobët, do me thënë se është qytet i vogël që s'ka shumë popullsi dhe turista ka shumë, me thënë të drejtën. Dhe ne kemi vit për vit kemi mungesë të fuqisë punëtore. Po ne gjysmën e fuqisë punëtore, nga kemi biznes familjare, mbulojmë vetë. Po kemi nevojë vit për vit, kemi nevojë shumë. Ne i kemi marrë masa deri diku, kemi gjetë njerëz. Nuk është se jemi me kapacitet tamam të plot për fuqinë punëtore, kërkojmë akoma njerëz për punë, po thuaj se 50% i kemi mbyllur, do me thënë, me këta punojnë që kemi dhe kemi dhe vetë. Tashmë Gjirokastra ka një zhvillim të turizmit dhe vizitueshmëria shtrihet përgjatë gjithë vitit. Punësimi i personelit të kualifikuar do të rriste standardet e shërbimit në bizneset turistike në qytetin e Gurtë.